Përshëndetje, mirë mbrëma, kudo që jeni, lutim Zotin të jeni shëndoshë mirë bashkë me familjet e juja. Po e fillojmë emisionin e kësaj nate. Tani më storjet, programi i këtij emisioni, pak a shumë e dini ju të gjithë. Ne po startojmë sot me atë që kohën e fundit e kemi bu publike dhe i kemi dhënë pamjet e produkteve tona të thertorës jetimat e Ballkanit. Më lejoni t'i falenderoj gjithë ata cilët kanë vizitu Interexin dhe kanë ble nga produkte tona, se po e shohim interesimi është zakonisht i madh, edhe po na duhet me furnizu shumë herë Interexin, gjithmonë falë jush që edhe në këtë formë po kontriboni. Është mundësi shumë e mirë të furnizojmë me kontribute me produktet e thertorës jetimat e Ballkanit. Mundësi shumë e mirë. Na kemi pas raste, kanë pas dëshirë me ndihmu, po nga pamundësia me dhënie shumë pak më të madhe, i ka ardhur me lënë 5 euro në shoqat. E tani mundësia shumë e mirë, shkon në Interex e blen një produkt 3 euro, 80, e dije se nga ajo ti po ndihmon familje nevojtare, është kontributi ju i ndihmues, edhe njëkohësisht furnizohim me produktet e shoqatës tonë. Pra, na kemi startu me 4 produkte, interesimi i popullatës është i madh që të furnizohen me ta. Jemi mundu që produktet tona me kon premium. Edhe nga telefonatat dhe mesazhet që jem të i marrë çdo ditë, popullata, ata që po furnizohen me produktet tona, janë shumë të kënaqur. Po mundohemi me marrë këshilla aty këtu që me të vërtet produkti me kon cilësor, halal mbi të gjitha, edhe më kanë me pilot shije. Edhe njëherë gjithë ju që po furnizojmë me produkte tona, dini mirë që thertoria është pronë e shoqatës, është vakuf. Çdo blerje juja, fitimi kësaj thertore vjen shoqat nga këtu ndihmohen shumë familje nevojtare. Juve ju bofshin mirë produkte që i merrni, e njëkohësisht Zoti ju shpërblef se nga ato ndihmoni edhe familjet. Zoti ju shpërblef. Startojmë në Maqedoninë e Veriut, është historia e parë. Një familje kallaballak antar me kushte shumë të rënda. Jemi kanë para disa muajve e kemi vizitu, por e kemi vizitu edhe këtë javë. Ndryshim i madh nga vizita e parë edhe tani më kjo e dyta. Besmiri jon o kanë të kjo familje për vizitën e dytë të shoqatës, edhe na ka sjell këtë storje. Përshëndetje, po paraqitemi nga Kumanova. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë të re, familjes Miradijes me familjen e sajna. Për ndryshe shtëpia është 2 kat, e për më shumë detaje do ta shpjegojnë mbrana. Zë. Çao na çelësen. Tashmo, veç jena në ambientet e brendshme të familjes Miradijes edhe fëmijëve të saj, na po e lëna me pamje se çysh ka qenë vizita e parë.
Po nëherë me smunjen, nëherë me shkat lepshme. Kur mos mundesh, as do një as do këtë. Unë jam me shqitjer, me hasmën, me onirën, me shtipjen, ndezje ku marë, me frimarin, që partit e banë ata. Që ke emrin? Miradije, Miradije sa antarë në familje jeni? 19. 19. 19 jam qëto që shpi. Ku pe qëndima. Kjo është veti tajti. Gjalli qëtër veti pënsti. E kam një qik me djetima. Qikën e kam. Kam një motër burrit. Në gjithë njëri. Me të mejtë. Halla jo. Po, ja nuk u martu se të njëri është. Burri që 6 vjetë që më ka dejtë, që të më ka lau. Vetë domatin, vetë domatin. Qysh po jetani? Qysh me jetu? A punon ai kush, a keni të ardhur? Ki ka punue do ditë, ju kanë bënë dhe do anauza. Pionoza, shke kam të shka. Ki vogli i dyti, ki o të shtu punua, mo të gjoje punë. Privat, ku po mujë me që? Po, ka lablak shumë, ka lablak i zorë, jetima i zorë. Amo nauna pepër, dhe ke smujet mu kanë bëhu piskeqë. Se pismiris mu kanë bëhu. Se me pa qikën me të jetima në shpi, t'i rritën, keqish. Keqish, amo qikën apet, amo gjallin. Veti tajti, me një sobë të fletë. 8 vajt me një sobë. Ti soba s'ka ma shumë. Disova që ke sa? Që këtë salon, që ta flej me qikën, flej që to. Me atë konautën, me krejt që to. Me safiri kërë më vjenë që to flej, barabar me neve. A merë në na ndim për shteti? Po shka marë si t'jallë, 100 euro, qika 100 euro i 6.000 merë. denar, 7.000, që ka njerë 6.000. Ki portretin s'mishti janallin, se gjalli ja ka bëllë 10 vjetë janallin. Shka dalin 100 euro? As për i lauqe jo, gjësën e i lauqeve i marë, as për i lauqe dalin. Qika në shkollë, e me maj gjallë me këtu në zarish, me këtu në zari. Po isha Allah dikush del, e më një manë për Allah, se zar është, për mu zar është. A ka ndodhë në herë mësë me pas, më ngushtu? Ka ndodhë, Ka ndodhë, ka ndodhë shumë herë, ka ndodhë që nipët, mesët i ku nu pa hongër, me shërbet. Pas truj ka njerë kimi mejtë. Pas të një kimi majtë, Kur gjmetë. se mu e një thasmil të jetë më që. Ku me marë? Ku? S'ki ku merë. Nuk ije. Mes mu jetë e vinja. Me kejtë. Besh, që djallë të ta këshin aratu dikon, Ama prapë nëna fort, i ka përbalu këtë. apet së pasajt në më. S'mu jetë. Unë e përvejti një troqi lauqe. Që parit e pësham të fullë më. Sa e banë ata, më fripa apetëm në. Apo mu është me siguru i laqët? Oj, gjësën e i lauqeve i blejt gjësën një. Jesën. Jesën. Pa i blej ka njerë. Po i blejt, që më kanë majtë kejtë. A i shqitjerin si mos ta këshirësh, edhe si mos t'i pish i lauqet, zban hirqë. Unë me shka me blejt, 20 euro një pumë. Tu unë e di pumë pa 40 euro. Ato pumpët edhe as muj nuk e qënë. I zelimët qashtu, shka i marë kra, që i marë briskët, hapët më përkes mujët. Që e kom pasën, më kanë thonën me shku me hinë të në Slimanje. Se ndezë jam kanë qitë më shkni, ama s'unë kom shku. S'unë kom shku e, me shka me shku. S'ki me shka, vla. Me këtu hënë zarë, me këtu hënë zarë është. Ama inshallah Allahi, ban ramet e dhe do një musliman e më një mon. Por Allah, se jo për tjetër, por Allah. Se s'ka. A ma një mytë që ka me dalë në kush me të një. Mo, nuk besoj, njerë kur t'ja njëse. Nuk besoj, mo. O qash mu ju m'leudhë. Ju m'leudhë. E rano ka jeta për ty. Shumë,
Shumë, jo pak, po shumë. Me dejt njeri në shtëpi mos me pas me shku në doktor. Ma keq ku pension. S'ki ku e qënë ma keq. Veç Allahu inshallah. Ma në met, se për mu mirë ja. Na kënaqur me u bë shtëpinë. Allahu inshallah një shpër. Amen. Allahu inshallah, emër Allah që ka bo se bebe dhe ti, Allah i me gjenet se zemra o të më dridhën. Allahu inshallah që ka bo rahmet edhe tije edhe ati, Allahu i aprun gjenetin ty edhe ati, edhe aj që ka bo rahmet. Allahu i të një mëftë. Apo na njehni neve. Ha? Apo na njehni neve. Të kom pa, Po, po. të kom pa. Edhe shumitës e kini mu. Edhe një qikës konatit e kini mu. Në hotle. Në hotëve. E tash ardhë radha juj, Te unë. me ju bë shtëpinë. Allah inshallah të mimon, hemër zot, gjenet, se mas e vapë s'ki ke qo. Mas e vapë s'ki ke qo. Se te une vënohet sofra nuk jetë kur qo. Se nuk janë pak 19. 19 edhe me njëri s'mund. Nuk janë pak. Në mu veç, une e përvëlloj kejtë. I bëj kejtë. Ama pëshet që ka fund, çdo sen ka fund. Tash fillon një jetë e re. E shë djalin e nipa mesa në shtëpi të re. Inshallah. Inshallah, mërë Allah. Gjenajtën e fitoshi. Aj që ka asojt edhe ti. Familja e Demalis ka dhënë donacion për një shtëpi dikun në komunë të Kumanovës ose të Likovës. E neve kemi zgjedhë këtë familje me ndërtu shtëpinë. Ademin me familje Zoti kur mos e humb të juve për haju koftë. Faleminderit, Allah inshallah ta me luk të rgjanit e gjenajtin e fitoshi. Për haj. Hajr pac e Allah inshallah gjenet. Amen, për haju koftë. Inshallah gjenet. Ja. I Gjemiradi, sot më ndryshe. Allah i ka bon. I faleminderoj në Zotit, Allahit. Tani i faleminderoj ati që ma ka pru Halilin, edhe Halilit i faleminderoj, që m'ka sojt edhe aj, që ma ka maru këtë shpi, një cent që e ka dhonë për këtë shpi, Allah inshallah, gjenet, të në të mirët e Zotit jep, edhe Halilit, Allah inshallah, e shproglejnë, Allah i e vlat jarun, e krejt të mirët, edhe aj që ma ka pruë, Halilin, Allah inshallah, të mirët e Zotit jep, ma let, ma ku me qu ma let, ku me qu e, në më dvajt me një shpi, ku me qu ma let, ku, s'ki ku e qënë ma let, veç e aj që e ka dhon një cent për këtë shpi, Allah inshallah, të mirët e Zotit jep, gjenajtin e fitoft. Inshallah, ja rebi Allah se, me këtu hanë, zare këm pasën, me këtu hanë. Në herë i faleminderoj Zotit, Allahit, ati kështë më falë tjena, që ma ka pruhe këtë gëzim. Edhe aj që i ka dhonën, edhe ati, se hala musliman kesh, që punojshin për Allah, kanë punuhe, edhe ato shka e kanë nrejq, edhe ato Allah i shpërglejft, Allah i nderoft, edhe Halilin, ma shumë e kom pas dert për vajzën se jetima, edhe për këta, se veti tajti ki, veti tajti, aja që i ka me marë, jetima të rritë në shpi, unë në më të vajtë, kam edhe motën e burit të rujtë. Mo ku me qumë të ne. Dhe që Allah i banë një ramet, Allah i shpërglejft, Allah i rujtë. Mirët e Zotit ja vdasht mo. Ndina mirë, fantazi, super. I faleminderoj të donatorët që kanë kontribu për këtë objekt, për këtë shtëpi. I faleminderoj Halilin, krejt. Inshallah Allah i shpërbleft, edhe ju që jeni
i një monu. Sa ta ka lehtësu ty jetën i drezë? Shumë, valla shumë, se vetë ka blek, vetë i tejti, tani edhe njëri pa punë, me probleme smujet, me të në të këshijet, me punu smuj, me punu. Me fëmi të vogël të shtojnë, alat, shumë. Për ndryshe shtëpia është e ndërtuar në 2 kat, kati i parë është për djalin e Ingjes Miradi për Idrizin, ndërsa kati i dytë është për vajzën e saj që është me fëmijët tima edhe që është në shtëpinë e saj, pra është bërë zgjidhje për 2 familje. E për ndërtimin e kësaj shtëpie, donatorë janë me 30.000 franca është familja Adem Alijes, janë me banim në Zvicër, ndërsa katin e dytë është donatori i cili ka desh me ngel anonim. Na në emër të jetimave të Ballkanit, Zoti shpërbleft, Zoti nderoft, e na përgjigjon për hajër. Idris, për hajër. Hajr paç, Allahu ju shpërbleft, Allahu ju rujt, edhe për katin e epër, aj që i ka bëhe, aj që i ka dhonë, Allahu ju shpërbleft. Allahu i rujt, Allahu i xhenet javë bëft, për si katin e poshtë si teprin. E na, po i lona me pamjet e shtëpisë së re. Bamirë se Zoti kur mos jo. Bashkëdhetari jonë, Adem Alia, bashkë me familjen e tij që jetën edhe punon në Zvicër, 30.000 franca e ato janë dërguar tek ndërtimi i kësaj shtëpie për këtë familje. Adem, Zoti trujtet shpërblef bashkë me familje, në dynjë edhe në ahiret. Kati i dytë i kësaj shtëpie, duke pas parasysh numrin e anëtarëve të familjes, 19. Prej tyne jetima e një besa e smurë këgjaron, ka marrë dikush përsipër ka kërku edhe katin e dytë ndërtohet kësaj familje, edhe është mundësosh ndërtu edhe kati dytë, edhe njëkohësisht ai që u bo sebeb për katin e dytë të kësaj shtëpie për këtë familje, ka kërku që të ngel anonim. Anonim të na, por Zoti e din, Zoti shpërbleft edhe ta bashkë me familje. Ashtu si që kemi thonë shumë herë, ai që largon një breng, dikuj tjetër, Zoti ka më ja largu brengun ati, në këtë botë edhe në botën tjetër. Ju na që po na mundësoni edhe, po jem sebepa, na dhe juve inshallah Zoti na i lehtëson dynjon, na i hek brengat mërzit, sikletet në këtë botë, edhe na përgadit nesër xhenetin kur do të shkojmë para tij. Me të vërtet, çdo sadaka, çdo cent që ju dhuroni, largoni brengat të shumë kujt. Ata që janë përballu me situata të tilla e shumë kush prej neve kemi qenë në çdo gjendje, dikush pak më rënë, dikush pak më lehtë, po të gjithë kemi kalu këtë periudhën e varfërisë së skajshme. Me që dorën zemër, me ta qelë derën dikush edhe me t'ju siguru fëmijëve një ndryshim jetese, një përmirësim të kushteve, me të vërtet, do të shpërthej me lutje e dua të i madhi Zot për ata që u bon sebeb me ndryshu jetët tona. Mos e nalni dorën se gjithmonë duhet me kanë të vetëdijshëm. Me sadakan që na jepim, në një mënyrë, na i tregojmë Zotit tonë mirënjohje për mirësi që na ka dhënë, që nuk na kalon qëto situatat të tilla. Gjithmonë njeri kur jep,
tregon falëndërim ndaj Zotit për krejt mirat që ja ka dhonë. Edhe tjetra, gjithmonë e kemi thonë se njeri kur jep, aja ka ndihmu vetë vetën e vetë. Është shumë çështje me vlerat mëdha të i lumi Zot, sadakaja. Dije fort mirë se ti kur e bën jetë për me dhonë, që aja sadakaja jotë ja shkon durë të Zotit, e pastaj nga aty të familja nevojtare. Njeti jotë, kur e bën jetë për me dhonë, që ajo me njëherë shkon të Zoti edhe bën qatë sadaka, mburoj për ty edhe familjen tonë, ndim për ty edhe familjen tonë. Prandaj, kur të ndihmon njeri, edhe tregon mirënjohje e falëndërim ndaj Zotit, edhe ndihmon vetë vetën. Na, alhamdulillah, pikur kemi nisë aktivitetet tona, çdo të premte, kemi shpalos punën tonë, punën e një javë. Qyshe ka vequ i lumi Zot ditën e premte. Jemi mundu që çdo të premte ti shpalosim para jush, kontributet e juja ku kanë përfundu. Kemi zgjedh edhe emisionin me qujtë e premte, të premten, me shpalos këto aktivitete, këto punë, apo kafshatën e juj, ku e kemi dërgu, po e sheni që mas çdo storje që jipet, ne po përmenim emra. Nuk janë veç emra, janë ata që pëndojnë kafshatën, djersën e tyre, për me ndryshu situata, me ndryshu jetë, me fillu jetë të reja shumë familje nevojtare. Edhe një argument tjetër se prej themelimit e dhe i sëd, jenë shqiptarët ata që po bojnë këtë ndryshim. Çdo aktiviteti jonë, mas saj shpalosën listat e donatorëve. Qoftë në për kuzhinat tona, që shpëndahat çdo ditë drejka, krejt Kosovën, qoftë me paku ushqimore, qoftë në ndërtim të shtëpive apo dhurim të banesa. Ju më që e ndjekni aktivitetin tonë, e ndjekni edhe faqen tonë në Facebook, gjithmonë keni me lexu emra. Gjithmonë shehni lista edhe me shumë të donacionit. Edhe na një herë bojmë për vetë vete qëllimin tonë, një herë para Zotit. Mi u kallëzu që është mision për neve, që mundohemi maksimum me konë transparent, edhe mbi gjitha mundohemi edhe më mburë para gjithve, se janë shqiptarët ata që po bojnë këtë punë. Janë shqiptarët ata që kanë bo mbi 2000 familje me shtëpi të reja. E kjo neve na bën krenare, na bën që t'jem më të fortë, më motivues, edhe mos ndalemi. Lumi ju që jepni kontributin tuaj. Lumi ju që bëheni hisetar të këtyre lutjeve, edhe mbi gjitha që bëheni shkaktar që mërzia të kthehet në gëzim. Çdo moment që mund t'ju ka plën mërzia juve dhe antarët e familjes juaj, Allah i në gëzim ju kthej. Nga Kumanova në Tetovë, pra misioni sotit storjet nga Macedonia e Veriut. Prap, Besmiri, nga Tetova sjell këtë storje. Përshëndetje, po paraqitemi prap nga Tetova, kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë 3, familjes Salih Mehmetit, Maca Saleh, urdhna. Falënder, Zoti u shpërbleft enen këtë dunjo, enen dunjo tjetër. Amen. Zoti u rujt me krejt familjen. Amen. Hajde, hajna me ana.
Tashmë veç jena në ambientet e shtëpisë së re, të familjes Basë Saleh, në po e lëna me pa me se qysh ka qenë vizitin e parë. Në malësitët e Tovës, në skaj të fshatit Gjerm, një shtëpi e vjetër, por njerëzit brenda saj, me zemër floriri, ashtu si që ka hije një familjes shqiptare, i varfër, por i pasur në shpirt, i varfër me fëmijë të sëmur, por i buzëqeshur e krye lartë. Fshati Gjerm, komuna e Tetovës, Sali Mehmeti. Sa antar, Sali? 4 antar. 4 antar. Po. Ti bashkëshortja? Bashkëshortja, djali, e në një djali tjetër ka shku sherë të dhome, ka problem me dhamat, e nuk ka ardha la. Me një shok e qova, ma ajda e bere praptër, mësaj vetë nuk di. Pse s'di? Po nuk di. As shkrim, as lezim nuk di. Sa vjeti ka? 40. Aj, Aj, djali. po. E kë? Këj 36 për 37. Jetojmë, se di në unë, mendima, gjëna bin shokët, njërsa muna akatat ma akata jo. 30 vet lipa punë për shtetit, nuk më dhanë. E në ku shkohet, gërkoj një farë penzi, thojnë, e plesajës, nuk më dhanë. Thanë morë është të për fëmijët e të ndim për shtetit. Po, a shumë të mamë se marë. E në nuk më dhanë. Do më thonë, unë rojmë me qatë ndimën e fëmijëve që i marë për shtetit. Qëtër zhoj jo. Sa është ndima që merë për shtetit? Sa merë ndimë? Për të gjenega, sa është 5.000 dinar, 5.000 diçka, Më pak se 100 euro. e në një farë mobilnuës të përket e marë, në qëtë. Qa kanë djemët? Kjo është me cerebrar paralize. A qëtëri është shqipësimi i thonë, i mesëm, u merën. I mesëm. Me zhvillim mesëm. Kur ish në 3 jetosh në më, ishte e në plakë se kena jetën me dhejmë të më smundje që është. Të 2 djemë, të 2 të smurë. Po, Sa ke pas vështirë si non me i rritë edhe më kujdes për djemët? po që të thëmë, vështajrë se një kena bën kushtet majtë dhe bëjmë dhe plëtsojmë atë kushtet e veta, s'kena. Gjithë bëjmë, hajtë. Që 40 vetë gruja në shpëj ka laj, ka prekadit buksin, une për egzistencën, kom shetë drumë, natën, pishomarve, ditën pa kur më zëjshin, mi mishin dronë, vëshëm bosh, pa buk, shpëjt për collët. Në punë, asë kjo është e më lasë une, dhe më thonë, s'kena penzija, asë dhe njëse për shtetit kur zhonë hiqë. E ne, sot këna metë, mes mu dhe kja shqeqer me izolin krejt, me kamat, e në unë që shtohën, me bubrekët, tamë, tha kitë, më short kena metë na. Sa mund shumë të gareni, nuk i bishëm nërkom kërkuj, ama të meta në sot jam dërzau. Ka tunë jetë një mënë? Me kalzohu drejtën duqanxhia mbe buk për ditë. Ka di buk me be duqanxhia. Shta, aja e do kush, aj me vetë me be, unë se një thëmë se i kuj morështë, aj me be e falemendroj shumë atane, me be buk, e në dëkush gjiparacitë të dërindim, me be, kur ka është së një vdekje në binë vitre, dhe një zeqata, që që gjojë, me që që këne jetohu ka pak. Që kjo është? Për çka keni nevoj më shumë? Oj, po, ku me ditë? Çka ju nevojitet më shumë? Zdi pikut nëjsi, këtë gjojnë më shumë. Çka është ma e rëndësishme, ma urgjente? Urgjente, me kalzot drejten me fol posh në fushë gjë. Më ka thonë një copën, du të ndërtoj këtine fëmive një kulibe dvëll, një shpaj dvëll, se nesër devdisët, e këton s'kam ku qallon ato vetë, së njëtojnë atone. A gje e kam qikën, aja e martohme në Pozovës, ajo t'i kese në kujdese.
se një ditë mora të disët, e qëllon asaj ti qëlloja jo. Pika ma kryesore që atë shpijen të ndreqi. Na jem në Tetov, komunë Tetovës, familja Salim Mehmetit, bashkëshortët, Salimi bashkëshortën e vetë, me 2 fëmijë të sprovuar me smundje. Kjo është prindi, nuk e ka hallin e vetë, hallin e fëmijët. Nesër do të vdes ku pelan edhe qysh pelan. Na këna arë me ta ndërtu shtëpijen. Po bohi me shtëpi të re. Faleminderit shumë. Edhe unë po mbjem mirë që më dha rasti më arë me të vizitu edhe me ta dhanë lajmin se po bohi me shtëpi të re. Sali, sprovat e kësaj jete na kanë forcu. Nuk je vetë ti sprovum. Se cili prej neve i ka halët, dertet edhe sikletet e veta. E po, si me thonë, e ha vetin, pse dëvaj njerë këtë situatë. Duhet mi thonë vetit, elhamdulillah. Sali, ka edhe ma keqë. Besoj. Na trokasim shumë dyrë shqiptarëve. Gjajmë cull jetima që se kanë asnjonin prind. Po, u kumpana për... Ka prej tyne që janë edhe të smurë. Ka njerë që vujnë për një aspirin o Sali. Besoj. Na duhet mi thonë Zotit elhamdulillah. Duhet. Qka të vje prej Zotit mirë se ardë. Nuk ka të shef që Zotit kalon njerës të mirë. Që jepin pare, e na mundsoj neve me arë me ju vizitu juve e shumë familje tjera. Inshallah keni shnetën. Ti edhe shoqja, e inshallah Zotë ju jep shërim edhe djembe. Edhe juve Zotë u shpërblev me të nëtë mirat. Une me juve këna mu pa atë ditë kur vi me të adhonë qelsin e shtëpisë të re. Do vaj edhe një herë, a më do vaj me qelsin e shtëpisë të re. Inshallah gjallësh është para tjena. Përhaj. Se... Përhaj. Falender, Rofshi... Egzofshi. Samolet. Falemderi që morët mundin të vini edhe ju personalisht jeni shpresa drita e shqiptarëve. Falemderi shumë. Ne si shqiptar, emrin e Halil Kastratit e kena shumë të rëndësishëm dhe kër na kanë thënë atë ditë që ju do të vini, nuk ka mundur nga jo ditë deri sot të pres, e nuk disha çka ju thom telefon, se gjithkohës po mpyesnin. Kush po vjen? Zotë ju është përbleft është merite shqiptarëve, janë mi 300.000 shqiptarë, donatorët e jetimat e Ballkanit, që po e mundsojnë aktivitetin tonë. E njëri prej tyre donatori, cili ka dhonë 30.000 franga për shoqatën, Halil, ku ta shini të arsysh me ju me ndërtu një shtëpi, ndërtoni me këto para, është blendim? Hadije Pajaziti Ahmeti. Hadije Pajaziti Ahmeti, me banim, në Zvicër ka dhuru 30.000 franga. Aty ku e sheh të arsysh me Halil, një familje që meriton me ndërtu shtëpin, shfrytëzoj këto para dhe ndërtoja shtëpin, e neve pikrisht e kemi zgjedhë familjen e Saliut me ato para të ndërtojt shtëpia. Zoti e shpërblev bashkë me familje, ty përhajt koftë. Falemender, Zoti u shpërblev me të nëtë mirat. Ne jemi në Tetov, kjo është lajmi parë, vizita e familjes parë. Kemi edhe një familje tjetër, po shkojmë ta vizitojmë, ta gëzojmë edhe ato me lajmin se po bohat me shtëpi të reja, dhe ajo tjetra Zoti kur më shumë, Zoti u shpërblev. Ju donator, i bëhet me shtëpi të re, me të gjitha kushtet në të, i shtuat vetes një pasuri të pashtershme, çdo ditë e çdo vit, përderisa kjo familje nevojtare do të strehohet aty. Ver dimër, juve do t'ju rrjedhin të mirat deri në pafundësi. Baca Saleh, a ki me pas maletash ndryshim i madh? Po, kuptohet se malet shumë. Kja kënaqësi e madhe për ne. Nuk di si të nuk ka ku qkoj, mo. E na të kënaqët për stepërit,
Dhe më thonë, këtë do një e majka të kush. Bambirësit, dëshamajrit, shokët, këtë, sidomos, Zotri Halil Kasrati, e në ju këtë gjë ndihmoni, gjë bashkëpunoni, dhe më thonë, jena të knoqët për stepër. Si që tërse, s'kam gjitho. A keni me pas maletash, edhe shkaku i fëmijëve, a keni me pas shumë maletash? Kuptohet. Se a që nga tonë djetë, smuhet njeri, një të pronë spital, një se bëndë, Po, jeni ka të jetu nalt atje shumë. Po, nalt. A këto më ne e kje spitalin, 5 giga, apo vojnë mjeku, apo taksi, apo maleta, kuptohet. Qëtërse, nuk di gjithëm se kam në emocionet e për, thash, më ga boj më mazajni për të madhe. Ja, mirë, mashallah. A gjike, një dy fjallë të më në thonë të shpia re. Po shpoj e re, falemender ju për shumë. Dhe falemenderoj më në atë zonën që në kanë ndihmue. Vlen cekët se donatore e vetme për ndërtimin e kësaj shtëpie është Hadije Pajaziti Ahmeti, e cila ka bërë donacion për 30.000 franga për ndërtimin e kësaj shtëpie. Dy fjalë për zonën Hadije, e cila është donatore e vetme. Po, zonja Hadije Pajaziti, që në fillim e kallëzoi Zotri Halil Kasrati se ajo ka dhënë 30.000 franga zviçrane. E faleminderojmë për stepër. Inshallah Zoti e shpërblen me të mirat. E në ju, inshallah Zoti të majra vëve, që kini agatë për ne. Urimit Baca Saleh i bashkangjitim edhe ne, Zoti e shpërbleft të zonën Hadije, e na po e lona me pamit e shpistre, bamirës Zoti Kormosion. Baca Saleh, urime, inshallah. Falënder shumë, Zoti u rujt për stepër. Amin. Krejtve inshallah. Me kryt familjen. Haj, për të majru dhe marru. Inshallah gëzën i shtëpi. Inshallah familjarisht e gëzën. Falënder shumë. Vizitën e parë të kjo familje kam qenë edhe vetë. Njëherë rruga për me mbërrin të kjo familje. Pastaj gjendja saj kushtet që shjetonin. Ajo që e bën më të ranë shpirtin edhe zemrën, rrëfimi edhe smundja të antarë të kësaj familje. Alhamdulillah, sot edhe pamje krejtëre kushtet shumë më të mira, veshja më e mirë, e kjo na bën neve shumë më të qetë, shumë më të lumtur, duke pas storjen e dytë edhe buzëqeshjen e tyre në familjen, që sa po e pam storjen e donatorit kësaj shtëpie, Hadije Pajaziti Ahmeti, Zoti e shpërblev, Zoti Kormosion bashkë me familjen. Unë e falënderoj Zotin që na veç që jem të vazhdu, nuk ka javë që nuk jepim lajme, që nuk bëhemi një urlidhse mes jush edhe shumë familjeve tjera, edhe pse ka i rrëfim për një mena gjumë për tokën e bën që nështë edhe natën ta kalojmë pa gjumë. Po anën tjetër, kër vjen kjo momenti i dytë, edhe edhe ftyra ka ndryshue, veshja ka ndryshue, ambienti shumë ndryshe, kjo dhe bën që me i përballu që asa historijës parë, edhe pse shumë shpesh e ranë tepër. Po kalojmë pak të shtëpia të moshuarve këtu. Përveç aktiviteteve në teren, çdo ditë ka aktivitet në shtëpinë të moshuarve këtu në Gjinës së Soharikës. Aktivitet me të moshuar në Vushtri, aktivitet me të moshuar në Gjilan,
Po rastësisht këtë javë kalova edhe pash diçka shumë bukur, u inkuadrova edhe pak vetë në atë aktivitet buzëqeshësh, shumë i hareshëm, shumë i lumtur i banorëve të shtëpisë, edhe kemi përgatitur këtë storje për juve, po e ndjekim bashkë. Gjithmonë kujtojmë momentet të çdo banori. Ditën e parë kur shkojmë me vizitu. Hapin e parë kur e bën edhe hin shtëpinë të moshuarve. Edhe sot. Shumë ndryshim i madh. Gjithë ju që jeni bo sebeb më ndërtu kjo shtëpi. Ju që jeni shkaktar që po mirëmbahet kjo shtëpi. Çdo buzëqeshje tyre qoftë lumturi për juve, edhe për familjet e juja. Unë sonte e kam një historie, realisht çdo emision në këtë sezon kemi pas musafir këtu në studio, një familje. Po kësaj radhe kemi ndryshu pak konceptin e misionit. Unë Halili kam shku të një familje, e kam vizitu. Aty për aty ja kemi dhonë lajmin se po bohen me shtëpi të re. Gjendja saj, po mbi gjitha rrëfimi saj, syni nuk e komandon të lotin, shumë e prekshme. Para se me dhonë storjen, se me këtë storje do të përmbyllim misionin e sotshëm. Këto e mundësit për gjithë ju që dëshirani me kam kontributës të jetimat e Ballkanit. Gjithë shqiptarë që jetojnë edhe punojnë në shtetin e Zvicrës, këto e në dhanat e shoqatës dhe gjiro llogaria e shoqatës sonë. Nga Zvicra në Gjermani, ata cilët kanë dëshirën me dhanë kontributë në shoqatën tonë, mundësi e mirë për shqiptarët si në Zvicrë, si në Gjermani. Edhe mos të harrojmë, ju që keni nevojë, që jep një kontribut dhe keni nevojë për punë të shtojerit me marë deklaratën, ne lëshojmë deklaratat që lirojnë nga shtojeri për shumën që keni dhanë në shoqatën tonë. E nga Gjermania në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkëdhëtarët tanë që jetojnë dhe punojnë atje,
kanë mundësi me ndihmu shoqatën, këto janë dhënat e shoqatës sonë atje. Në Kosovë, gjirollogaria e shoqatës tonë bankën ekonomike, në Procredit Bank, si dhe në bankën kombëtare tregtare. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, këto janë të dhënat e shoqatës tonë atje. Shoqata jonë përndryshe ka adresën e GoFundMe-s dhe adresën e PayPal-it. Gjithë ju që posedoni numrin Vala, pra vetëm nga Vala dhe dëshironi të kontriboni në shoqatën tonë, mundni me kontribu me shumën për një euro, duke dërgu një mesazh në numrat 55333 55444. E gjithë ju që vargohi për të kontribu, për të ndihmu familje nevojtare, përmes shoqatës sonë, Zoti kur mos ju humbt. Ju thash edhe një herë kësaj radhe, unë kam zgjedhur me shku vetë tek një familje, jam konë në qytetin e Podujevës. Në qytetin e Podujevës, shoqata jonë është duke realizu një mega projekt, kanë me pak ditë që të inaugurohet ky mega projekt, edhe atje është kuzhinë humanitare, është qëndrim ditore për të më shumë, është bujtin për student. Ne me këtë vizit në Podujev e vizitum këtë objekt, projekt që po realizohet nga neve. Pastaj na priti edhe i pari komunës, pra kryetari i komunës, zoti Shpeti Mbulliqi, njëkohësisht në nënshkruam një memorandum bashkëpunimi edhe për 5 shtëpi të reja në këtë komunë, që kalon mbi 100 numri shtëpive veç në komunën e Podujevës, të ndërtume. E me njëherë bashkë me kryetarin na shku me vizitu një familje ku na ka prejk të gjithëve historia, hjekat që na tregon të krye familjarja. Pa një pa dyja kom të mlajmin se po bohan me shtëpi të re. Shumë emocione kur ju dha lajmi se po bohan me shtëpi të re. Ishte vizit që ata nuk na pritshin, edhe ne se kishim lajmëru. Kjo është befasia, surpriza që marrën lajmin se po bohan me shtëpi të re. Unë me këtë storje do t'ju jep, e po mbyll këtë emisionin për sonte na shihemi të premten e arshëm, Zoti kur mos ju, Zoti shpëton. Përshëndetje. Që shene? Ajë mirë. Jemi në qytetin e Podujevës, Bedri Ismaili, është familje 7 antarë, shë Bedria Skoka këtu, në kemë bashkëshortën e ti, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. A bën emrin? Elfete Ismaili. Elfete. Elfeten që të shpi po jetënin që të kushte, kuna është kjo shpi? E gjyën jo Allahin, e gjyën në patën marun dima, mëte. Para edhe mas lufte me njëherë, po me në rrisë ma shumë si patën më në citë. Sen miki të 7 antarina, 2 sëba i kemë të vagla, dhe qështë të kështë na falë dikush. Qështë për jetën? Vëllojnë gjësqysh. Gjësqysh, jetesa është gjësqysh vëllohem. Gjësqysh vëllohet, se s'kem ta në kërka. Unë e me smut, me të legja, më bjen të legja, 17 vjetë. Burë është i fryme, 2 djelë ka i të rrë për nëjnë, për që më bo. Kam i qky aty. Ty për për kem ka. Veç kush në një mëjnë, vjetë për vjetë në një mëjnë, vëlla me vitra ma shumë. Dhe vllaznikëm, edhe ta ka pak më një më në gjithë dërën. Po, s'kep kam një mojtë. Me po diçka më të madhe, ju dhe dhoja. Ju type. Një sociale këna post, me kanal. Se thënë djoli për të përnen. Kam i qky aty vëlloja, edhe që për përnen djoli. Ty i bën këm ka. Ta për lypën më hongër, me tanat. E më është. Më është 2 dhëma, një kuzhinë, në koridor që atë. Dhe që të kusht në një mëjnë, ma shumë. Po, jëmë për zëtën, na konë dëraj.
Me bon diçka të matë madhe, diçka ju vëlloj një. Ju ty be vëllojëm. Dhe të kanë një qikë. Ta fëmini kanë qikës. Edhe tjetra i ka 3, ke i ka 4. Është ngështë, tona kërka. U pasha zëti bëll pak. Bëll, ka herë vëllojnë unë për veti ma shtirë për i kam, se i kam matë shtrejta. Se i kam të nerva. Burri si pumpat për gëj që i ka. A që aty pja dhonë edhe spitali ka herë. Se ju, da vdojem ju, pasha zëti një. Kur ma ketë që kina posë. Po, që me ba? Për shka kina e nevojë më shumë? Vallojnë, me të kallëzohet drejt për një shtëpi. Se ngështë valloj jam. Ngështë pasha zytën e kretë në të vjetra. Kretë dish kush për nëj falë. Se ty i bën për mundë me jam rri. Se s'po mundë me i dalë. Pas shumë të për një shpisë ngështë. Se që të në salën flejna. 2 djelë ka një sëbë, që të në salën. Ti mundë me hidhen, me rena, me këqyrë. Se ngështë vëllohën. Që këtë dru që beshe në këtë vitra që në aranë që se høve, me që të i ndonë me burri ku morë. Bëllë vëllohën, pasha zëti bëllë. Bëllë ka herë thëmë, pës për konë që ta thmi zdi që kësha bo vete. Se nuk shkën jetë a gjithë me zërë vëllohë, e mjë. Për lakë me i këtërja, 3-ja, gjithë kështë edhe që kanë qef lakë me ujnë, me konë ma mire, me posë dhe kushtë ma të mire. Në apet i këmë bo dhe vjetë. Për reja të lakë me që së më thëjnë, së më thëjnë të mungu e jë, bëna këto që vëllojnë, sa ka një fistana, një teshtë, s'ko mujtë mja morë, veç që është të ne e dhonë ka pak atë këtë. Ashtë i kanë e 2 qika të vëgla. Po s'po kam mundësi ma shumë, s'po mundu mja dollë. Me bo diçka dhe isha beli veç djollën e ma më mujtë mira hatë të vodi kënë. Ishëm zhenu e pak. Të vëlloj një bikur për më vjenë që kje vetë e kote, e 5-ta. Edhe tjetra kur bë vjenë, s'po kemë qysh më flejtë. Ta 2 djelë, 2 sëbat e vëgla. Ju vëlloj. Ju pasha zëti gjësës. A keni kërku dikon ndimë për shpi? Jë. Ka posë për në tërë që për nëshën shtë shpi të me thëshën për mësëhëm. Se si kanë rëgullu mirë. Se s'pa dhe njëri, kur pikem pak për nani me pak, ka me të shkyë, ty i bëm për dika. Mas për ori vjetë për vjetë, sorë nga bin vitra i blej drut edhe dhe mjële marë. Am të këmë që aty, e taj tjerat, që shtë që përëndia, që më bo. Unë e marë sot me kretarin me u bo një vizit me pa gjendjen, që shë keni? Doja mirë se një ardhë, zëti është për bleft. Se ty bëjësën, kësha posë që më më një mune i sen. Qa kështë pas qef me të një mune? Kalëgjeve dhe pare. Na kënarë me ta një shpinë? Por zëtin. Zëti është për bleft. Përhaju koftë. Pja unë njësi me dhe një shpi tjetër. Përhaju. Përhaju koftë. O fëq. Mirë është, mirë në regu. Nga Zemë është tashmë. Që të shpinë që këna me njësë ka me konë shumë ma mirë se kjo,
Zëtë. Edhe na kena një marrëveshje me komunën e Podujevës. Edhe komuna e ka do një shumë prej 10.000 euro për këtë shtëpi, pjesën tjetër na. O zëti është për pliftë, o Allah. Mu po m'vjen mirë që komuna ju ka shtin lis me ju ndërtu shtëpinë juve. O Allah, o Allah s'pak zime, o Allah. O Zot, Zot. O Allah. Kësë e perenia, mar Allah. O Zot që po të lupë. O Allah.